Haxhëlleki që kanë shku këta në Haxhëllek, Hoxha Indiri tha është një farz. Një farz I çuditshëm është. Edhe plot tash shqiptar që s'kanë dinë iman, ma mire të ndash një bon spitale, shkolla, rrugë. Ja dhe më spedani dhamat fjetis, mi vë juve. Ja në si katolikët që shprehet. Ose si ata emberistët e vjetër që thëshin, e në verja, po më ledhë pare të Haxhëllekit e I ka bo rrugë. I kish mirë Shqipnin me rrugë. Kur shku mas një rrugë se kish bo. Ama rënagjia s'ka. Sot Shqipënia mas 140 vjetëve shtetë, zonat rurale I ka katastrofike. Shurovin të pëllojnë, ju zinë qytete. Pse? Me të vjedhe. I zotë I shpi, si të vjedhe, e fikën atë shpi. Zotë të shpi, si të janë hajdoq, e fikin shpi, s'larë bukë me hangër ati. Qashtu shekën fikë 4-5 vite. O vlazit e mi, Haxhëlleki shtyllë e dinit Islam është. Këtu du me juve një shënjestër, krejdëve. Walillahi ala nasi, e lexoj Hoxha Shqip, borxhe kanë Haxhëllekin me e ban, kush ka mundësi. Pjesa dytë e ajetit, pjesa e dytë me që deri në fund ajetit duhet me këtu, bëhet e pika. E kush e kundërshton këtë shtyllë, Allah I narut, kush e kundërshton këtë shtyllë, bëhet qafir. E kush e kundërshton këtë shtyllë, si kur kundërshton namazin. Ai që thot namazin së përgjohë, ajo qafir. Tash një më që me neve me thonë, Allah I narut, mës me pranu namazin, së përgjohë anë I këne me thonë, me bindën e ti si budal, na kretë e kemi dëshmu që ka thonë që shko, as zbon mja la gjenazën, as mja falë gjenazën, as me shtinë vorës muslimanëve. Sa e në kafir. Kafiri zbon me hinë, të dalli ku hinë muslimanë. E duhet mja gjithë I vetë qetë.